Përshëndetje të gjithëve. Nuk ka pashk pa këto ëmbëlsira të vogla. Sot do t'ju tregoj një version intim të kolindeve të shpejta, ekonomike dhe me një dekor që bie në sy. Filloj me përgatitjen. Në një tas do fillojmë të shtojmë përbërësit radhë. Në fillim shtojmë një vezë, më pas shtojmë një pustin vanilje, kam shkrirë 70 gram me gjalp. Do t'i shtojmë edhe një filxhan kafeje vaj ulliri, kam marrë lëngun e një limoni, për në të lidhjen e mirë lëngu i limonit të brumit. Shtojmë 120 gram sheqer pluhur. E përziej mirë dhe sekreti i këtyre kolindeve është sepse unë do t'i shtoj edhe 2 lugë me qumësht pluhur. Kjo i bën më të buta dhe më të shkrifta kolindet. Gradualisht vazhdojmë të shtojmë diku te 300 gram me miell. Gjithmonë mielli varet edhe nga lagështia e tij. Thënë asnjëherë nuk është një mas fikse. Nëse do e masnit me masa kuzhine, janë diku te 3 gota të ujit, ato gota 200 ml. Formohet një brum i butë, nuk ngjit në duar. Mund ta lini të pushoj në frigorifer për 10 minuta, por unë do ta përgatis pa pushuar brumi fare. E ndam në 2 pjesë, njërës pjesë do t'i shtojmë kakao dhe çokollatë të bluar, për t'i dhënë atë ngjyrën e errët, me qëllim që biskotat të dalin të dekoruara bukur. Kam përgatitur edhe tavën me letër fure. Filloj me përgatitjen e biskotave. E hapëm në trajtën e cilindrit dhe më pas mundohemi të formojmë biskota të njëjta. Do bëjmë biskota me bazën e brumit, me këtë ngjyrën e verdhë, dhe biskota me brumin me çokollatë e kakao. Lëm një pjesë të brumit për të bërë atë dekorin. Ose fare mirë mund të mos e përdorni këtë prerjen me thik, por mund t'i bënin edhe në formën e cilindrit dhe t'i shtypni mbi biskota. Është shumë shtiplur ai që i bën tepër të buta këto biskota, sigurisht edhe i gjalpi. Vazhdojmë t'i zbukurojmë të gjitha biskotat, i shtypim pak me qëllim që gjatë pjekjes mos të kufohen. Biskotat i kemi gati, i pjekim diku te 15 minuta në 180 gradë dhe ja si duken biskotat. Janë tepër të buta, të shkrifta dhe të shkrihen në gojë. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta e ditës së sotme, gëzuar pashkët për ju dhe familjet tuaja.